Sezoni veror sjell një rritje të ndjeshme të turistëve dhe vizitorëve në Qarkun Dibër, duke qenë me potenciale të mëdha të turizmit malor. Prefekti i Qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, tha se tashmë të 4 bashkitë e Qarkut Dibër e kanë eksperiencën e nevojshme për të përballuar fluksin turistik që do të vijë gjatë kësaj vere, i cili pritet të jetë në numër më të lartë për shkak edhe hapjes të tunelit të Murrizit dhe përfundimit të lotit të tretë të rrugës së Arbërit nga Maçellara në Peshkopi. Shehu shtoi se janë dhënë të gjitha udhëzimet e nevojshme bashkive që të marrin masa për lehtësimin e aksesit të turistëve, si në marrjen e shërbimeve vendore, ashtu edhe të atyre shëndetësore. Gjitha gjasat janë që si vit kemi një sezon turistik më të ngarkuar se vitin e kaluar, ka shumë arsye. Rruga e Arbërit tashmë është e përfunduar në gjithë gjatësinë e saj. Kemi më shumë infrastrukturë akomoduese, më shumë përvojë. Më shumë njerëz po të shohish do ditë të vizitojnë Qarkun Dibër, si Bashkinë Dibër, Burqizën, Klosin, Matin. Ne, sipas vendimeve përkatëse të qeverisë, që në muaj shkurt është mbledhur komiteti dhe task forca përkatëse për të siguruar një sezon të mirë turistik. Unë me datë 10 kam takimin e dytë të komitetit edhe të task forcës, ku do raportohet edhe një herë për masat e marrë dhe problematika që kemi hasur. Po kështu, të gjithë operatorë që kanë detyra, kanë marrë masat përkatëse si policia, shëndetësia, zonat e mbrojtura, bashkitë patjetër, kanë kalendarin e festave, kanë po kështu edhe shërbimi inspektoratet e ndryshme kontrollojnë infrastrukturën pritëse për nivelin e higjienës dhe gjitha detyrimet tjera. Këto ditë edhe Ministria e Shëndetësisë ka dhënë udhëzimet përkatëse për të përforcuar shërbimin në qendra shëndetësore dhe ambulancat. Aty ku kemi me një turn, ku kemi fluks, mund të kalohet me 2 turne. Jemi në bisedime e sipër. Me datën 10 ne do kemi edhe një raportim edhe do shohim masat që janë marrë, por jemi të bindur që si vit kemi sezon më të suksesshëm se edhe viti i kaluar, që patjetër që jemi mirë. Nga ana tjetër, Shehu tha se i gjithë sezoni turistik do të monitorohet nga strukturat e ngritura posaçërisht për këtë punë.